Mirë se erdhët të dashur gafor në Letra të Rrëfejnë. Jam Diana dhe do bëj leximin e juaj për javën që vjen. Radha parë është ekonomi, financa, punë dhe radha e dytë janë dashuria, beqartë, ribashkime, ata që janë tashmë në lidhje. Të dashur gaforë, në punë java nis me një propozim, një bisedë ose një mundësi që t'ingëllon. Mirë, bukur. Dikush mund të vi me një ofertë, një ide, një bashkëpunim ose thjesht me një përgjigje që ke pritur gafor. Për disa nga ju, jo të gjithë, mund të jetë një telefonat për punë, një takim ku diskutohet diçka e re, një klient ose bashkëpunim, dikush që të propozon të bësh diçka ndryshe, ose një mundësi për të fituar para nga diçka që ju pëlqen, të dashur gafor. Por kalorës i kupës ka dhe një problem të vogël, ti të flas bukur, do thotë keni kujdes këtu. Prandaj dëgjoje ofertën, por shiko dhe çfarë ka konkretisht pas saj. Nëse të premton para, kushte apo ndonjë përfitim, pyet sa, kur dhe si. Letra e dytë është vdekja, që sjell një ndryshim të fortë. Dhe për punë, dhe ekonomi. Vdekja nuk do të thotë ndonjë katastrofë, do të thotë që një mënyrë vjetër nuk vazhdon më si më parë. Mund të ndryshoj, për shembull, vendin e punës, orarin, pozicionin, një bashkëpunim, një mënyrë si ke fituar para, ose një situatë që prej kohësh nuk po funksionon. Të dashur gafor, për dikë që është pa punë, kjo mund të tregoj fundin e një periudhe pritje dhe kalimin drejt diçka e tjetër. Drejt e një punë. Për dikë që punon mund të ketë një vendim të tipit kështu nuk vazhdoj më, duhet të ndryshoj. Mos u trembni nga ndryshimi, vetëm sepse nuk i njihni ende rezultatet. Të dashur gafor, kjo letër shpesh hiq nga tavolina diçka që kishte filluar të zinte vend kot. Do thot e domosdoshme pra. Letra e tretë është 4 të shpatës. Pas këtij ndryshimi, shikoni ku jeni shtrirë këtu, gjërat ngadalsohen pak. Mund të ketë disa ditë pritje para se të vi përgjigja tjetër, nëse ke aplikuar diku apo ke bërë një kërkesë, ke diskutuar ndonjë kontratë apo pagesë, mund të mos marrësh përgjigje me njëherë dhe është koha e pritjes, së stresit, ankthit, ta them kështu. Në financa kjo nuk është javë që më thotë hajde se po blejmë diçka që na del apo diçka që na del përpara. Përkundrazi, të favorizon më shumë të mbash shpenzimet nën kontroll, sidomos nëse ke një ndryshim punë ose një pagesë që ende nuk ka ardhur. Pra, puna dhe ekonomia këtë javë kanë këtë rrjet, vjen një mundësi, ndodh ndryshimi dhe pastaj duhet pak durim derisa të sepse jo çdo gjë përfundon brenda 7 ditësh, por diçka fillon të lëviz në drejtim tjetër. Nëse shikojmë për dashuri, të dashur gafor, 6 është The Lovers, të dashuruarit, letër shumë e fortë për marrëdhënie, afrim dhe zgjedhje në dashuri. Për ata që janë në lidhje mund të ketë një bisedë të rëndësishme për marrëdhënien dhe të ardhmen e saj. Mund të vendosni diçka së bashku, të afroheni më shumë, ose të sqaroni një çështje që ka qëndruar pezull. Për beqarët mund të sjellni person me të cilën tërheqja ndihet shpejt ajo kimia, nuk është thjesht dikush me të cilin shkëmben 2 mesazhe dhe pastaj zhduket për 3 javë. Këtu ka interes nga të dy anët. Për disa mund të ketë edhe një zgjedhje mes 2 situatave, ose mes së kaluarës dhe diçka e të re.
dy të shpatës, vazhdojmë të dashur gaforë, dy të shkopive, dhe pasaj vjen pyetja, kjo këtu, që ishte të dashuruarit, çfarë po bëjmë tani? Apo si do vazhdojmë? Ky le të tregon se dy njerëz që mund të kenë interes, por duhet të vendosin se si do vazhdojnë, në çfarë mënyre. Në një lidhje nëse jeni në lidhje, mund të flitet për një udhtim ose bashkëjetesë, një pyetje, një ndryshim në marrëdhënie, plane për muajt e ardhshëm ose thjesht për ata se ku po shkon kjo lidhje, të flisni për një të ardhmen. Për beqarët, dikush mund të pëlqej, por njëri prej jush ende po shikon situatën parë se ta bëj hapin tjetër, ta them kështu. Dhe kjo më pëlqen pas të dashuruarve, sepse nuk kemi vetëm tërheqje, kemi dhe pyetjen, a mund të ndërtohet diçka prej kësaj lidhje? Që tregon seriozitet të dashur. Dhe letra e fundit është asi i monedhës. Dhe përgjigjja është shumë interesante, po mund të filloj diçka konkrete, që ishte pyetja këtu. Asi i monedhës është në dashuri, nuk është ajo historia që ndizet sot dhe nesër nuk gjendet më as në GPS. Është më ngadalt, por shumë më serioze. Për beqarat mund të jetë një njohje re që vazhdon një takim, të çon në një të dytë, ose dikush që tregon interes me veprime, ose një marrëdhënie që fillon të marrë formë, ta them ashtu. Pra, për çiftet, kjo mund të jetë një hap praktik për të ardhmen, një vendim financiar së bashku, shtëpi, udhtim, bashkëjetesë ose një plan që e bën marrëdhënien më të qëndrueshme. Edhe për një ribashkim, unë nuk do ta lexoja si kthehet gjithçka si është si ka qenë më parë. Në këtë rikthim, nëse do ndodhte, duhet të ketë një fillim ndryshe nga ai që dështoi më parë. Pra, si këshill për javën të dashur gaforë, mund të them kështu, mos e mat seriozitetin e një njeriu nga sa bukur flet, por nga çfarë bën pasi ka folur. Kjo është ajo që duhet të keni kujdes. E njëjta gjë vlen dhe për punën. Premtimi është shumë i këndshëm, por rezultati është ai që paguan faturat. Pra, të kemi kujdes tu. Ajo që ka vlerë nuk ka nevojë vetëm për fjalë. Duhet të ketë dhe vazhdim. Do thotë në çdo aspekt të kërkohet të vazhdoni të dashur gaforë.